Vitet e fundit bjeshkët e Kukësit janë kthyer ndër më të frekuentuarat në vend dhe kjo jo pa arsye. Në këto bjeshk ndodhet shtegu i ngjyrave, i cili është më i preferuari në muajin e fundit pranverës dhe në muajin e parë të verës. Shtegu i ngjyrave është një ndër atraksionet më të rëndësishme turistike të zonës së Kukësit. Prej disa vitesh tashmë është kthyer në një trend jo vetëm për vizitorët vendas, por edhe ato të huaj. Magjia e këtyre bjeshkëve është vërtet për të admiruar, jo vetëm me lulet shumë ngjyrshe, por edhe me pamjen fantastike 360 gradë që ka kjo zonë. I was able to come on this hike because I'm a Peace Corps volunteer in Kukës and my counterpart. Pata mundësinë të vi në këtë ecje sepse jam vullnetare e Korpusit të Paqes në Kukës dhe kolegu im është udhërrëfyes turistik, kështu që ai ftoi një grup prej nesh të bashkoheshim. I would definitely like to come again and I would recommend. Do të dëshiroja patjetër të vija përsëri dhe do t'ja rekomandoja çdo personi. Ajo që e bën këtë shteg të veçantë, mendoj se janë pamjet, lulet në maj dhe qershor. Ledioni rikthehet për herë të dytë dhe shprehet se do të vijë sa herë të mundet. Është hera e dytë dhe pothuajse e bëj që 2 vjet gati rresht këtë shteg. Ky shteg thuajse nis tek liçeni Kallabakut ose i Novosejt, por shkohet për 6 deri në 7 orë, varet tek ecja dhe sasia e njerëzve që kemi në atë gujt dhe është spektakolare. Lulet të cilët i japin magjinë dhe kuajt e egër të cilët janë bërë të famshëm botërisht tani. Beqira Lili punon si guid lokale në zonën e Kukësit. Ai deklaron se ky shteg tashmë ka marrë vëmendjen e gjithë botës. Beqiri shprehet se ajo që e favorizon më së shumti është terreni, të cilin mund ta përshkruaj çdo moshë. Është i njohur botërisht tani më si Color of Trail, edhe pafundësisht numër turistësh vijnë këtu për të parë lëndinat alpine ndër më të mëdha që mund të kenë parë ata. Shihet Maja Korabit nga këtu, edhe pjesa e luleve është e mrekullueshme edhe një arkiv me memoriesh funditës që nuk mund të harrohet lehtë. Shtegu i ngjyrave ka marrë vëmendje të jashtëzakonshme jo vetëm për ngjyrat që krijohen nga shumëllojshmëria e luleve, por edhe për një tjetër fakt. Gjatë kësaj periudhe, një numër i madh kuajsh jetojnë në gjendje të lirë dhe mund t'i shohësh teksa kullotin apo ecin në këto livadhe.